A ke hangër ndonjëherë këpurdha magjike? Sot kena me folë për disa këpurdha që po i shkaktojnë disa halucinacione shumë interesante. Në Papua New Guinea, që në vitet e 30-ta, antropologët kanë raportuar se pas konsumimit të një këpurdhe lokale të quajtur nonda, njerëzit kanë shfaqur ndryshime të forta në sjellje edhe perceptim. Ata kanë përshkruar se kanë pa njerëz të vegjël që kanë lëvizë rreth tyre. Psikiatria e njeh këtë si halucinacione liliputiane, një sindrom e rrallë ku truni percepton figura shumë të vogla njerëzore të gjalla edhe autonome. Dekada më vonë, raporte pothuajse identike filluan me ardhur prej Kinës. Sipas mjekëve lokal, edhe të dhënave spitalore, mbi 90% e personave të prekur pas konsumimit të së njëjtës këpurdhë raportuan se kanë pa njerëz të vegjël që kanë kërcyer, kanë marshu apo kanë qesh rreth tyre. Vetëm vitin 2014, biologët arritën me identifiku zyrtarisht këtë këpurdhë sikur një specie e ri për shkencën. Lanmaoa asiatica është këpurdha për cilën po flasim. Akoma më intrigues është fakti që kjo këpurdhë nuk përmban asnjë nga substancat e njohura halucinogjene si psilocibina. Kjo do të thotë se në të ekziston një përbërës i panjohur që vepron drejt për drejt në tru edhe e ndryshon mënyrën se çysh e perceptojmë realitetin. Shkenca ende nuk e ka përgjigjen e plotë, po një gjë është e qartë që mendja jonë është shumë më e komplikuar se sa mendojmë. E ti ai kishe provu ndonjëherë këto këpurdha, kallëzon në komente, edhe për më shumë video si kjo, subscribe urbani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.